Pagesat e taksave vjetore të mjeteve tashmë mund të kryhen edhe online përmes e-Albania. Ky shërbim i ri ofruar për qytetarët nuk zvendëson pagesën e taksave fizikisht pranë sporteleve të Drejtorisë së Transporteve, por është si një mundësi më shumë për qytetarët për ta kryer këtë pagesë online, duke kursyer kohën dhe duke evituar radhët në sportele. Patjetër që sportelet do funksionojnë në të gjithë ditët e javës, nga ora 8 deri në orën 4 për pagesën e taksave, gjithashtu dhe dita e hënë është 8 me 7. Ky është një shërbim shtesë për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve që mund të kenë një punës, mund të vinë dot fizikisht, mund ta bëjnë nga e-Albania. Shërbimi momentalisht ofrohet në BGT-ja, por po punohet që të vazhdojë edhe në bankat e tjera që qytetarët mos jenë të kushtëzuar që të paguajnë vetëm në një bankë. Edhe për vetë drejtuesit e mjeteve, ky shërbim i ri është i domosdoshëm dhe i vlefshëm. Ne eliminon këto EC-ja këtu në për të zyrat. Mund ta bëjmë edhe nga telefoni, mund ta bëjmë nga interneti. Është diçka pozitive. Është gjë e mirë, shumë e mirë. Pse? Po sepse s'humbim kohë, jemi për puna. Është gjë shumë e mirë. Për të kryer pagesën e taksave vjetore të mjeteve, qytetarët duhet të hyjnë në portalin e Albania dhe të kërkojnë pagesat e taksave. Më pas del mjeti që ka në pronësi për të cilin mund të kryejnë pagesën online.